Nismëtari për reforma në Partinë Demokratike Shqiptare Zjadin Sela në emisionin Zonë e Debatit, duke komentuar situatën aktuale politike, tha se nuk i intereson Maqonia. Sipas Selës, ajo që është mbjellur korret, megjithatë për dalur nga ngërçi politik, kreu i Strugës njerit nismëtar për reforma në PDSH propozon një uleks edhe për Maqoninë. Shqiptarët përfundimisht u bindën edhe faktorin ndërkombëtar që institucionet e shtetit, dhe kur them këtë, gjyqësia është tendencioze. Këtë argument, a e kemi ndorë me tani si shqiptar? Që kemi thënë në qindra e mia, pres konferenca, dhe në fjalime në foltore të parlamentit. Dhe tani që e kemi një argument dorë heshti. Themi që do të padisim Berusheskin, Zoran Berusheskin, opse këtë tjetrin ose atë tjetrin, për ne është e rëndësishme sistemi. Të ndryshojmë konceptin e sistemit. Dhe besueshmëria e institucioneve nuk kthehet te shqiptarët pse do të ketë një qeveri teknike ose pse do hiqet Nikola Gruevski dhe do të vihet dikush tjetër të bëhet kryeministër. Besueshmëria e shqiptarëve do të kthehet në momentin që do të vije Euleksi në Maqedoni. Njësoj siç është Kosovë. Vetëm atëherë mund nisë që ky sistem të funksionojë, sepse vetëm atëherë Ministria e Financave nuk mund t'ia marrë parat komunës Strugës serbes siç janë mirë tani. Vetëm atëherë nuk mund të dënohen me burgim përjetshëm shqiptare dhe të montohet gjoja pas kanë vrarë të ri Maqedonas. Vetëm atëherë do dihet kush është shkaku i mirëfillt i vrasjeve. I pyetur se si shkojnë punët në reformat e PDSH-s, Sela sqaroi se deri tani janë formuar shumë në ndek të lëvizjes për reforma dhe se ka një përkraje të madhe, gjë e cila obligon të punohet edhe më shumë, tha Sela. Ai gjithashtu tha se gjithçka është gati për mbajtjen e kongresit nga lëvizja, e cila do të mbahet më 22 dhe 22 mars muajin e ardhshëm. Ne në asnjë mënyrë kur nuk kemi hek dorë nga ky subjekt politik, dhe kur them zakonisht kur përmend subjekt politik, ushtë referohem platformës të një subjekti politik, atë çfarë përfaqëson, sepse identiteti i një subjekti politik nuk është pjesëmarrje ose jo në qeveri, por identiteti i një subjekti politik është platforma politike e saj. Dhe statuti i saj, kuptohet, ose anashkalojmë se të dyja shkojnë bashkë me njëri tjetrin. Dhe prandaj ne kemi respektuar normat statutare në mënyrë që të arrijmë aty ku duam. Të reformojmë Partinë Demokratike Shqiptare dhe reforma dhe ndryshimin të cilët pritet që ta sjellin skemë politike. Ky subjekt politik nuk mvaret nga emrat të përveçshëm dhe individ të caktuar të cilët thirren si baballar kombit, që janë realisht. Kongresi do të mbahet më datë 21 mars, do të mbahet në Tetov, dita e parë, ndërsa ditën e dytë do të bëhet mbledhja e Kuvendit Qendror të Partisë Demokratike Shqiptare, do të mbahet në Shkup. Duhem t'japim edhe një sinjal në drejtim që ne do të jemi prezent edhe këtu edhe atje, dhe do të jemi prezent gjithandej ku ka shqiptar. Dhe në plan e kemi që mbledhja, por kjo do të varet nga kryetari që do zgjidhet nga i kongres, dhe në plan kemi që mbledhjen e parë pastaj të kryesisë së degës, të kryesisë qendrore të partisë, ta mbajmë diku në Manastir ose në këto zona që janë më skaj. Kujtojmë se PDSH Mendo Thaçit mbajti kongresin e kësaj partie të 6 me radhë më 12 tetor të vitit të kaluar, ku u zgjodh sërish për kryetar Mendo Thaçi. Ashtu siç pritej, Thaçi nuk pati kundër kandidat për kryetar partie dhe me shumicën absolute të votave të kuvendarëve, ai u zgjodh sërish kryetari i PDSH-s. Për Selën ky kongres është i papranueshëm dhe pas mbajtjes së kongresit nga vetë ai, nëse nuk do të arrijë të marrë vullin e partisë nga Thaçi, ai tha se do të obligohet të formojë parti të re.